أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حمد dhe të gjitha falënderimet I takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë. Salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, vazhdojna me temën për të cilën jemi të fol disa apo dile gjërat e fundit për disa përgëzime nga Allahu dhe pejgamberi alayhis salam për disa vepra të mira. Pra Allahu xhaleshanuhu dhe pejgamberi alayhis salam me çka I përgëzojnë besimtarët për disa vepra të mira. Është mirë që na të dimë ato vepra dhe të mundojmë të praktikojmë gjatë jetës tonë, sepse këto vepra na bojnë të lumtur në dunjë dhe në ahiret. Jemi fitimtar edhe në dunjë edhe në ahiret. E kemi përmend për durimin, për veprat e mira, për besimin në Allahun, dhe se kulmi I këtyre vepra të mira është besimi në Allahun dhe besimi në pejgamberin alayhis salam. Sepse çelësi I xhennetit, pra për me hyrë në xhennet, është fjala la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Pra të besosh në Allahun dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, kjo është çelësi I xhennetit. Pra pa kët nuk pranon as punë të mira. Sepse njeriu kur e bën një punë të mirë, për kanë e bën? Do ta bëjë për Allahun. E Allahu ka premtuar për punët e mira xhennetin. E nëse dikush nuk e beson Allahun, nuk e beson ringjalljen, nuk e beson xhennetin, ajo të punët e mira ka më bën vetëm për interesa të kësaj bote, edhe në atë botë nuk ka më gjetë asgjë. E për këtë, kulmi I këtyre veprave të mira dhe çelësi I pranimit të këtij punë të mira është të besosh në Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Se çdo vepër të mirë që e bën, duhet ta bësh me niyet për kanë për Allah. Se kush të shpërblen Allahu. Ti për njerëzit nëse e bën një punë të mirë, ka me ta dhoni faleminderit edhe ukrimo. Ndërsa tek Allahu, kur bën vepra të mira, ai të shpërblen. Me çka të shpërblen? Shpërblimi I veprave të mira është xheneti. Po të ndonjëherë tek njerëzit e bën punë të mira, ju bën njerëz të mira, një herë, 10 herë, 20 herë, 100 herë, ndonjëherë për një të keqë krejt mirët I harron. Edhe plus fillon me ta akuzu pastaj, me fol keq për ti, atë Allahu është e kundërta. Ndoshta të një jetë ki bo punë të këqija, një herë e bën një punë të mirë, për hatet asaj punës të mirë, Allahu t'i fshin të gjitha të këqija. E për këtë njeriu pra do të mundohet çdo fjalë që e thot, çdo vepër që e bën, çdo lëmosh, çdo parë që e jap, ta japë për Allahun Teala, sepse ajo sigurohet atë. E për njerëzit harrohet. E për këtë të mundohemi çdo vepër të mirë që e bëjmë ta bëjmë për Allahun. Nëse jap 1 frank për një fukara, për një nevojtar, për xhami, për jetima, jepë për Allahun, se ajo regjistrohet dikon dhe mbetet më nuk hupet asnjëherë. Edhe gjon ditën e gjykimit. Prej vepra të mira për të cilat Allah xhaleshahu na përgëzon në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pendimi I sinqert. Pejgamberi alayhis salam thotë: "Kullu ibn Adam khata", çdo I bir Ademit është gabimtar. "Wa khairul khata'in tawwabun", por mëkatarët më të mirë janë ata që pendohen. Pra çdo njeri përveç pejgamberit, pejgamberët kanë qenë të ruajtur prej gjunoheve. Çdo njeri përveç pejgamberëve të gjithë jemi mëkatar, jemi gjunaqtar. Dikush bën më shumë, dikush më pak, por më I miri prej tyre cili është ai I cili pendohet. Allah çka thot pastaj në Kur'an? Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah I don ata që pendohen dhe ata që pastrohen. Ka hadith pejgamberit alayhis salam thotë nëse ju nuk I bani gjuna Allahut dhe mu kthimu pendu, sepse Allah e do pendimin, thotë Allah do të zavesoj ju me një popull, I cili popull bën gjuna, pendohet dhe kthehet te Allah subhanahu wa taala. Pra se vetë njeriu është I krijuar kështu me anuka ka dëshirat e tij. Inna an-nafsa la'amaratun bisu. Allah taala thotë epshi I njeriu gjithmonë anon ka keqja. Por kërkohet ushtrim, ta ushtrosh nefsin tan, egon tonë, ta ushtrosh që të anoj ka mira, që bash mirë njerëzit, të sillesh mirë me njerëzit, ta lësh një fjalë të mirë tek njerëzit, të këshillosh njerëzit, të urdhërosh për të mirë, të ndalosh nga e keqja. Kështu ngadalë ushtron egon tonë, nefsin tan. E tash njeriu se është I krijuar dhe bën gjunohe,
dhe ka epsh, edhe ki epshi vetë anon ke keqja, ki njeri nëse bën gabime dhe pendohet, arrit gradat të larta te Allahu. Shejtani e urren pendimin. Nëse një njeri bën gjuna, shejtani e shtin me bën gjuna, e mashtron, ja zbukuron gjunon edhe bën gjuna ki njeri. E kur të pendohet, kthehet te Allahu, të pendohet, pendim të sinqert, shejtani fillon me qalt, me bërtit, me thon, sikur mos ta kishna çu me bën gjuna. Pse? Se tash pendimi pe ngrit gradat të larta këtë besimtarin. Pra thot shejtani, sikur mos ta kisha çu me bën gjuna. Pse? Se pasi që bëni gjuna, u pendu, u kthi te Allahu, tash u ngrit në gradat e larta. E për këtë, njeriu nuk do të dorëzohet me thon disa njerëz që thonë ndonjëherë pse s'vjen në xhami për shembull. Më di bërë nda për ligjerata me fal namazin, mu llogarit si njëri xhami se ashtu tek e fundit për shpirtin tanë e ki, se ki as për hoxhën as për kërkonin, e ki për veten tonë. Ku i thon pse nuk vjen në xhami, thot po vallahi jam plot gjunohe bes, jam për në xhami be unë. E na shkej thojmë ati, a ki pa dikush që me thon, valla teshet nuk pilaj se janë shumë të gjitëna. Në pse lajnë të teshet, se janë zhitë. Kur zhitë të tesha bëhet pa la, e lanë, me pastru. Edhe na, pasi që jemi gjunaqar, duhet me shku na për vende, na për mezhlis, na për neje, ku flitet për Allah, ku flitet për Islamin, ku flitet për xhenetin, edhe ngadal pendosh edhe pastrosh. Apo thu jam për plot me gjunohe, apo thot jam zhitur në gjunohe, po, e pendohu pendimit të pastron. Sikur teshet që bon pa la, edhe i lajna i pastrojna, ashtu pastrohet edhe shpirti njeriu. Nuk ka njeri pa gabimin stilën e tokës. Tham përveç pejgamber, nuk ka. Nëse thot dikush unë jam prej tënve, ç'ket moment gaboj që tash. Pse se kullu ibn Adam khata, çdo i biri Ademit tash gabimtar. Për pendimin e sinqert Allah Taala thon Kur'an, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Thot përveç atij që pendohen, besojnë dhe bojnë vepra të mira, atyre Allah do ta shndrojë të këqijat në të mira. Pra ata që pendohen te Allahu me pendim të sinqert, Allahu ato të këqije që i kanë bën, ja u shndron në çka në të mira. Pra kjo është ai përgëzimi nga Allahu se njeriu për disa bën gjuna e pastaj pendohet, ban tobe, pendohet tek Allahu, ato të këqijat Allah ja shndron në të mira, pra i shton punë të mira, shpërbime dhe sevapë te Allah subhanahu wa taala. Pra kjo është inaja. Pra kjo është një përgëzim i madh nga Allah subhanahu wa taala për ata mëkatar që pendohen. E një prej emrat e Allahut është El Ghaffar. Është një Ghafur, emri i Allahut falës. A një tjetër është më domethënës, El Ghaffar. Çka do të thonë Ghaffar? Ai i cili vazhdimisht i fal gjunat. I biri Ademit bën gjuna, pendohet, Allah ja fal. Kthehet njeriu, pra bën gjuna, pendohet, prap Allah ja fal. E tash flasim inshallah për kushtet e pendimit, se edhe nuk kam bashkështona, di po bën gjuna se pendona, po bën gjuna se pendona. Apo kur pendohet me thon krije, hajse që të njau apo e bën një gabim. Pendimi ka disa rregulla, a mu kuptimi i fjalës e emrit Allah El Ghaffar është ai i cili vazhdimisht i fal njeriu. Ai bën gjuna, pendohet, Allah e fal. Ai bën gjuna, pendohet, Allah e fal. E tash cilët janë çka do të thonë fjala pendimi sinqert? Pendimi sinqert do të thonë kthim me porulësi dhe sinqeritet te Allahu. Pa ta ndish veten të ulët, ta ndish veten se ki bën një gabim të madh. Sikur ndonjëherë keni pa fëmia ku bën ndonjë sherr të shtëpia, ndonjë problem, a keni pa ata që ishin në sallon, i qiet, krijen të poshtë, për mashallah, me nëna e kuptojnë çka pas ka bën diçka ke. Pse se e di veten se ka gabu, e ku të vije para prindërve apo para atij që janë më i madh, i qiet, krijen të poshtë, edhe i shef veten se ka bën një faj, ka bën një gabim. E pendimi sinqert është këtone, pra robi të kthehet i përulur me sinqeritet te Allah subhanahu wa taala pasi që ta krijë një gabim e të pendohet me sinqeritet. Pra kjo është ai pendimi sinqert, pra të kthehesh i përulur te Allahu, ta kuptoj se ti je gabimtar, ti je nevojtar, ki nevojë te Allah për pendim, ki nevojë për Allah që ta përmirëson gjendjen tonë, ki nevojë për Allah që të falë se ki bën gabim, e kështu me radhë, kjo rezultati i kësaj është që është një pendim i sinqert. E kushtet e pendimit janë 3.
nëse gjunohi apo mëkati është mes teje dhe Allahut. Shembull, dikush e ka pi alkoolin, apo ka rrejt, apo e ka hongër kamatën, ka gjuna, prej gjunat mëlloja. E tash, që gjuna është mes teje dhe Allahut, dhe me thonë e ki bon një gabim mes teje dhe Allahut. Çka kërkohet thonë? Këto kërkohen 3 kushte. Do të plotësu këto 3 kushte për më të pranu pendimi. Kushti i parë është të largosh me njëherë për atij gjunohit. Për shembull, të pije alkoolin, ta lish alkoolin me njëherë, edhe të vije keq ditë është me ta keq, me ndi keq ardhje për atë që e ki bon. Se kujna i bona gabimun, kujna i bona gjuna. Dhe ne nuk shikohet gjunohi me thonë, a bese s'ka gali gjuna i vogël. Po duhesh ta shikosh kujna jetu i bon gjuna. Krijuesit tanë, furnizuesin tanë, aq ti ka dhënë gjithë të mira, ta ka dhënë familjen, ki fëmijë, shëndosh rehat të gjithë, jetën e ki e mirë, a të hejs puna, të hejs familja në rregull si po do ti, e ati po i ban gjuna, pra mos e shikoj gjunohin, po shikoja kujna po i ban gjuna. Pra me ndi keq ardhje se unë i bona gjuna, më katë kuj Allahot, ai që po më furnizon, ai që po më mundson me mor frim, ai që po më mundson me jetu me shiju jetën të mirë të kësaj bote që më ka dhënë. Edhe treta, ta vendosësh me gjithë zemër që kur mos ka me bon këtë gjuna. E nëse i plotson çdo 3 kushte, atëherë pendimin e pendu te Allah Teala. Pra e para, ta lish me njëherë gjunohin, e dyta, të ndish keq ardhje sepse e kam bon këtë gjuna, edhe e treta, ta vendosësh më kur mos me bon. Kjo nëse është mes teje dhe Allahut. Ama nëse thu, shire mos ka me bon që këtë gjuna, ama në zemër, si të vijë që tra java, po këto vijë që tra shancë, e banjë njëjtin gjuna. Atë nuk i pendu pendim të sinqertë. Pse se Allah e di çka ki në zemër, ti mu, e tjetrin mu në mashtru. Ama Allah e din ti çka ki në zemër, e ki në llogaritët pendim. Pra pendimi kërkon këto 3 kushte. Ta lish gjunohin, ta braktisësh gjunohin me njëherë, e dyta të ndish keq ardhje dhe e treta ta vendosësh më kur mos më kthi. E nëse i ban këto 3 kushte, je pendu te Allah subhanahu wa taala. Po nesër mas 2-3 ditëve ndodh se jemi gabimtar, edhe prapë bani gjuna. Kur je pendu, nuk e ki pasur niyet me bon këtë gjunon. Po që rastisht ndodh dhe shejtani prapë të mashoj dhe e bën një gjuna. Ai gjunoi vjetër më nuk kthej se je pendu. Tash ka një gjuna i ri. E për këtë duhesh me mu pendu pendim të ri. E që kjo është ajo ku tham Allahu vazhdimisht e fal robën e vet. Nëse ban gjuna dhe pendohet me kushtet e pendimit që i ka përmend pejgamberi alayhis salam në hadithin e tij, i përmbush këto kushte, të falet gjunohin. E ban mas nikoni që të gjuna, i përmbush kushtet e pendimit, prapë të falet ai. Dhe me thonë, Allah është El Ghaffar, ai i cili vazhdimisht i fal gjunat e robëve të tij. Por, nëse gjunohi, ai mëkati është mes teje dhe një robit, një njeriu. Për shembull i ki vjedh diçka, apo i ki bon ndonjë dëm. Do të thonë ki bon gjuna, edhe ki gjuna është mes teje dhe robit. Tash do të plotëson këto 4 kushte. 3 të parë që i cekëm, edhe 4-ta të shkojsh te ai personi që e ke ofendu, apo që i ke vjedh ndonjë pasuri, apo që i ke bën ndonjë dëm, me shku me ja kompenzuat, me ja kthi, ose me kërku hallallat. Pra e para e le gjunohin, e dyta me ndi keq ardhje, e treta me vendos kur mos e bën çat keqe, edhe e 4-ta me shkujt ai personi. Nëse i ke marrë ndonjë parë, ki ndonjë hak, duhesh me ja kthi. Nëse i ke bën ndonjë dëm tjetër, me kërku hallallat. E nëse ai ta fal, atëherë ki plotsu kushtet e pendimit. Ndryshe nuk ka pendim. Si çante na dëna ato në lëviz vënin pak, çka thove ashtu, çka bën ashtu. Nuk ka pendim ajo me lëviz vënin. Ti sa dosh lëviz vënin, si në për xhami, nuk ka pendim ajo. Pendimi duhet të plotësu kushtet, ka kushte, në Islam ka rregulla, ka kushte se si mu pendu robi te Allah subhanahu wa taala. Edhe na me këtë pendimin ton tregojna se na jemi të dobët, na jemi nevojtar, na jemi krijesa të Allahut, ai i cili fal është Allahu. E mos e lëm për botën e ardhshme, se për botën e ardhshme kushton shumë. Nëse i lojna gjunat tona, gabimet tona që i bëjnë këtë botë, qoftë mes neve dhe Allahut apo qoftë me njerëzit, mos i shtrina për botën e ardhshme se atje kushton shumë. Pejgamberi alayhis salam njëri piti shokët e tij dhe i tha, a dini kush janë i falimentuari? Ati thanë, o pejgamber Allah, taj që nashta në mëngjes ka shka me hongër, po për dreke, për dark, nuk e dina ka me hongër diçka, po nuk ka. Se është kështone, për to kanë shfukara.
Dhe më qash se është poshtë, ati i varfër, thot në mëngjes ka që ka me hongër, po për dark kujtuat se si mja bojnë qarën tash fëmive, për dark mi edhe me hongër. Thot pejgamberi alayhis salam, jo nuk është ki falimentuari. Se po kush është pejgamberi Allah? Thot ai i cili ka fal namaz, ka bën punë të mira, ka urdhëruar për të mirë, ka ndaluar nga e keqja, edhe ka bën punë të mira shumë, ju kanë ndihmuar të varfër nevojtarëve kështu me radhë. Ama në tjetrën anë i ka bën dëm këtina, e ka rrejt kët, e ka mashtruar kët, e ka tradhtu kët, e ka ofenduar kët, i ka bën një padrejti këtina. Do të thonë me një ka bën punë të mira, në anën tjetër i ka bën dëm njerëzve, krijesat të Allahut. E thon ditën e gjykimit, ku dalmi mu gjiku, mi peshu punët tona, vjen filon thot o Zot ki ma ka një hak. E tash si ka me kthijat hakin taj personi, nuk ka para që mi thon që sot kam bën dëm vallahi 100 franga, që 100 franga. Ula, nuk ka para që. E thot si pejgamberi alayhis salam, si kanë mu la hakët në atë botë, thot duhesh mi dhon prej sevapeve tua. Ati që i bën padrejti. Shkona, veni që thot o Zot, më ka hak, më ka bën këtë padrejti, duhet mi dhon sevape. E a ketri derisa ju harxhon krejt punë të mira që ka bën fit sevapet. Po mbas kësajna, thot dele një që thot o Zot, më ka hak. Po tash ka sevap mi dhon, çka mi dhon? Atë duhet të marr për gjunoat atina. Deni që do thotë më ka hak, duhet të marr për gjunoat atij se s'ka më dhon sevape. Thot kjo është i falimentuari. Ka pas punë të mira, boll ka bën punë të mira. A më që nuk ka bën të këshia, ju ka hiner hak njerëzve. Se në botën e ashme me shku me hakin e Allahut, dhe me thonë ki bon një gjuna, është me sejë dhe Allahut me dash ta falë në ditën e gjykimit. A me shku me hakin e njerëzve, ju ki bon padrejti njerëzve. Ja kishti këti në meqën se thojnë të na, këti qëti ki bon padrejti. E në atë botë mos nis me hakin e tjerëve se vështirë është. Allah s'ta falë. Kur ta falë Allahut, nëse robi ta falë. Nëse robit i kërkon hallallah dhe ta fal, atëra Zoti ta fal. Ama në ditën e gjykimit Zoti nuk ta fal hakin e njerëzve. Hakin e vet mund me ta fal. Por shikoj që bën një gjuna që është lidhje mes teje dhe Allahun, edhe Allahu me moshin e vet ta fal. Ama atë që ki mes robit, aty ose i lip hallallah edhe ta falaj, nëse nuk ta fal atë duhesh mi dhon sevape. Po nëse s'ki mi dhon sevape, duhesh të marr për gjunohet atina. E për këtë njeriu duhet mendoj pak larg për botën e ardhshme. E kur e kujton atë ditën e gjykimit, ki me dal me dhon llogari, aty janë me miliarda krijesa. Në ndonjëherë më na u zbulu një kesh, një met, një mangësi e jonja më na zbulu këto para 10-15 vetëve, skuqeshe, ngushtoheshe, dridhen komte, e ul krijen më te komte marrë madhe. E mendo për ditën e gjykimit para miliarda krijesave. E për këtë ka thonë pejgamberi alayhis salam, mbuloja kush ja mbulon vllatin një të metë këtë botë, Allah ja mbulon të metët e tij në botën e ardhshme. Pra mundom ja mbulu vllata një të keqe që ka në familjet e çikat, e djalit, e grujat, familjet e ka një të metë, një mangësi, apo vetë ai personi e ka një mangësi, mundohu mbuloja aty atë mangësinë. Atë metë që e ka, pse? Nëse don Allah ti më të mbulon ditën e gjykimit. E besimtari i mençur, muslimani i mençur i kështu mendon. Ai mendon për botën e ardhshme, se si të shpëtojnë botën e ardhshme, se këtë botë ja bën qarën diçish. Me njoftësi apo ki e parë me diçka e kalon diçish në këtë botë. Në botën e ardhshme s'ka me kalu, njoftësi nuk ka atje. A që nuk ka me thonë jam djali i filonit apo nipi i filonit. Atje kush ka me shpëtu? Thot Allah Taala illa man ata Allah bi qalbin salim, vetëm ai që i vjen Allahut me zemër të pastër. Pra ka zemrën e iman, ka punë të mira, ka bën vepra të mira, edhe pse ka bën ndonjë të keqe, ai është në mëshirën e Allahut. Nëse don Allah e fal, nëse don e dënon një kohë, pastaj fundi i tij është xheneti. Ai ka shpëtuar. E kia është shpëtimtari, e kush është shpëtimtar? Ata që pendohen te Allahu. Me bën istighfar, o Zot falem, sepse Allah xhaleshanuhu nga mëshira e tij janë se prej mirësive të Allahut janë se kur e bën një punë të mirë, shkak e asaj pune të mirë të falën do gabimi që i ki bën. Gjunohet vogla. Por shembull prej abdesit në abdes, ki mor abdes shembull namazin e kinijës. Edhe prej namazit e kinijës deri në akşam ki bën një gjuna të vogël. E kur vjen akşam i merr abdes. Me abdesin aty që be merr në akşam të falen gabimet e vogla që i ki bën prej kinijës deri në akşam. Prej namazit namaz, prej xhumoz në xhumo, prej ramazanit në ramazan. Allah i fal gjunat e vogla. Kjo nga mirësitë e Allahut.
Se ne ka të kthehemi muj me bon gjinohe, a me si, a me vesh, a me gjuhë, a me dorë, a me kom, a me zemër, a me trup. Njeriu është i rrethun të në anë me mundësi për me bon gjinohe. Por Allah xhaleshon nga mirësia e tij për robët e tij, ja ka mundësu që nëse prej abdesit në abdes e merr një abdes të ri, të falin gjinohet e vogla që i ki bon. Pastaj ka për falin gjinohet të mëdha pendimi, se muslimon duhet pendohet për të mëdha për të vogla. Por për gjinohet e mëdha, për shembull është në hax, kur shkon besimtarit në hax, edhe kin haxhin e drejt, haxhin e sinqert, haxhin që nuk ka bën ndonjë gabim gjatë haxhit, gjinohet s'ka bën, nuk ka shtime kët, nuk e ka ofenduar kët, si ka bën padrejtia e tij, e ka kri haxhin me gjitha kushtet e tij. Pejgamberi alayhis salam thot el hajju mabrur, haxhi i pranuar. Leysa lahu jazaa'un illa al janna, nuk ka problem tjetër përveç xhenetit. Në një hadith tjetër thot, kush e krin haxhin dhe s'ka bën gabime gjatë haxhit me njerëzit, nuk i ka shtin, nuk ka ofenduar, s'ka bën ndonjë padrejti, thot kur të kthehet prej haxhit, a kthi sikur atë ditë kur e ka lindur nëna e tij, domethënë pa gjunohe. A më qet haxh me brur, haxhi pranuar. Jo shti njërin e mshoj tjetër e kështu tjetër në shtram, tallu me këtë, tallu me atjetrin, kjo nuk është haxh me brur. Te shkua që mu pendu mi të mu të falë gjinohet, shkua mu ngarku ma shumë me gjinohet. Sa të janë 3-4 milion njerëzi. Ta shme bu me shiku si thoi kush ka po bane, pse pe bane, ankote këtë, akuzoj atë, te a kishku mu me mu pendu atë e mu pastru, apo kishku mu ngarku hala ma shumë me gjinohet. Allah xhaleshon e ka dhënë shumë mundësi që robët e tij për një punë të vogël që u falë gabimet, për një filan punë që u falë gabimet e mëdha, se kemi nevojë si thoi prej neve që Allah të na falë, sepse çdo njëri prej neve jemi gabimtar. Por gabimtari më i mirë është ai i cili pendohet. Allah xhaleshon në Kur'an, o ju që besuat, pendohuni te Allahu me një pendim të sinqert. Pra Allah për na porositet, o ju që besuat, pendohuni te Allahu me çka? Me një pendim të sinqert. Pra ta kishe pendimin e sinqert me gjithë zemër, po pendohem tek Allahu, e pranoj se kam gabu, o Zot falma, se jam njeri, se njeri tham, ai pse ti janë nuk ka keqja. O Zot falem se ti je falës. O Zot më mëshiro se ti je mëshirues. Kemi nevojë për mëshirën e Allahut, për faljen e Allahut, por edhe më ka për sebebët, për me arrit deri te mëshira e Allahut, për me arrit deri te falja e Allahut e kështu me radhë. Pra prej përgëzimeve që na ka përgëzuar Allah në Kur'an është pendimi i sinqert. Pendohet njeri para se me ardhë dita e gjykimit, para se me ardhë ahireti, sa që ma shumë vonë. Pendohet para se me të arrit shpirtin në fit, se si të arrit shpirtin në fit, më vonë është. Nuk pranohet atëra pendimi. Për këtë ka thonë pejgamberi alayhis salam, shpejtoni dhe pendohuni para se me ndodh disende, para se me mri shpirtin në fit, edhe para se me lind dilli nga perëndimi. Se kur të lind dilli nga perëndimi, e cila është një prej 10 shenja të mëdha të kiametit, atëherë mos ka pendim. Sa dush pendon nuk ta pranon Allahu. Kur të mri shpirtit e fiti, sa dush pendon Allahu nuk ta pranon pendimin më. E pati kun 50 vjet, 60 vjet, 30 vjet, 70 vjet i pati, nuk u pendohet, tash kur të mri shpirtin fit, o Zot falem, nuk falet më, nuk pranohet ai pendim. Po ashtu prej përgëzimeve të cilët na përgëzon Allahu dhe pejgamberi alayhis salam për veprat e mira është leximi i Kuranit dhe veprimi sipas tij. Pejgamberi alayhis salam thot, lexoni Kuranin. Lexoni Kuranin sepse ai do të vijë ndërmjetësues për lexuesit e tij ditën e gjykimit. Po kur dikush e lexon Kuranin vazhdimisht, thot çiki Kuran ditën e gjykimit ka me bën ndërmjetësim shefat për lexuesin. Ka me thot, o Zot, ki më ka lexu mu, o Zot, bana mu ndërmjetësues për këtë dhe falja gabimet. O Zot, më shiroje. Dhe me thot, ka mu bën ndërmjetësues për ti në ditën e gjykimit leximi i Kuranit. Pastaj në anën tjetër, ku ta lexosh Kuranin, çdo shkronjë e Kuranit i ka dhe shpërblime. Po ku thosh për shembull bismillah, me lexu një ajet, nëse lexon shembull alif lam mim, 3 shkronja janë. 10, 20, 30 sevape shpërblimi për 3 shkronja. A më ta lexosh me sinqeritet për Allahun, po ne çka s'dina. Më thon dikush unë s'di me lexu Kur'an, si më ja bën? Është mundësia më mësu, xhamia janë hoxhallar, është mundësia më mësu. Po valla çish më mësu me pak arabishja, çfarë disa zor. E frëngjishën çmë mësua. Anglishën çmë mësua. Edhe është gjuhë e huaj apo? Mësohet kur don, njëri ta mësoj gjuhën e Kur'anit. Në disi libër ka zbritur këtë gjuhën arabe.
Pastaj nuk kanë punë racizmi apo dikush më thon, a be hiç uktinëve arabëve, ai s'kan vinë mu gjuhë arabe. Pasuria është. Çfarë do gjuhë dish në botë është pasuria është. Anglisht, italisht, gjermanisht, kinezisht, japonisht, turqe, shqip, çfarë do gjuhë të mësosh, është pasuri për ti. Në thonë është diçka e mirë për ti, ndihmon, ka të kthesh, ndihmon, ki nevojë për atë. E arabishtja për çka? Për me kuptu fejnë e Allahut edhe më mirë. Nëse e din për shembull. Para minut sa herë lexon në Al-Fatiha në namaz, elhamdulillahi rabbil alamin, imagjino që 20 vjet e lexon nuk ja di kuptimin. A kur ja di kuptimin, ku thuaj elhamdulillahi rabbil alamin, hamdi falënderimi takon Allahut Zotit të botërave. Ar-Rahman Ar-Rahim, mëshiruesit mëshirbërësit. Maliki Yawmiddin, ai sundues të ditës së gjykimit. Pra Allah është sunduesi i ditës së gjykimit, ai është sunduesi i gjithësisë. Do të thonë kur ta lexosh do sure ta kuptosh, mandrishe koncentrohesh në namaz, mandrishe mediton në namaz. Ama kur ta mësosh vetëm El-Fatiha për mesh, edhe e shon guhun, të ta lexon El-Fatihan, edhe s'kupton prej sajna, e ke krijat kushtin e namazit. Ama koncentrimi e po njëri kur e kupton një sen, anë të lezu diçka që kupton, koncentrohet më shumë. Nëse anë të lezu diçka, sikur me shumë televizor diçka, pëlqej televizorin në të bëj që të gjurë. Edhe si të koncentroj hiç. A ndrysha kur koncentrohesh, e kupton, e mëson, edhe vepron pastaj me të. E për këtë leximi i Kuranit dhe veprimi sipas tij ka shpërblim të madh dhe përgëzim nga Allah subhanahu wa taala. Po si të veprojna me Kur'an? Kur an shpitur Aisha radhiyallahu anha për moralin e pejgamberit alayhis salam, i kanë thonë, o Aisha, thot, cili ka qenë morali i pejgamberit alayhis salam? Ka qenë gruaja e pejgamberit alayhis salam. Thot kana khuluqul Quran, morali i tij ka qenë Kurani. Pra çdo moral, çdo sjellje të mirë që e gjon në Kur'an ka qenë sjellja e pejgamberit alayhis salam. E na si ummeti Muhammed alayhis salam, si musliman, që kemi Kur'an në për shtëpia, dikush edhe në kerre ka, dikush e ka në telefon, e të cilë Kur'ani ka kap luri i dunjos, se rrallë qelën ndonjëherë, ose veç kur kemi ndonjëra vdekje qelën. Kur'ani nuk ka zbrit, apo nuk i kemi Kur'anin në për shtëpia vetëm me majt në rafta mu tregu se jam musliman, e kam Kur'anin, por duhet të punohet me atë Kur'an. Mos ta mësojsh Kur'anin tan prej dietarë, prej hoxhallarë tu që të punosh me atë Kur'an. E të punosh me Kur'an, një prej atij është urdhë të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Pra të urdhërosh për të mirë, të ndalosh nga e keqja. Urdhën e Kur'an është që të sjellësh mirë, të kesh sjellje edukat islame. Allah xhaleshan shka thot për Muhammed alayhis salam, wa innaka la'ala khuluqin azim, ti je në gradat më të larta të moralit. Pra Kur'ani na urdhëron për moral të mirë, Kur'ani na urdhëron me besu Allahun, Kur'ani na mëson që mos të bën qirve keq, Kur'ani na mëson që mos ta derdhmi gjakun e qirve padrejtisht, Kur'ani na mëson se derdha një pikë gjaku me padrejtisht te Allah xhaleshana është më vështirë apo më rëndë se sa shkatrimi i qive dhe i tokës. Me der një pikë gjakut me padrejti, qof fëmijë apo qof gruaja apo qof plak apo çka do qoftë. E Islami ki Kur'an ka ardhur për të mbrojtë të drejtat e njeriu, me mbrojtë gjakun e njeriu, me mbrojtë nderin e njeriu, me mbrojtë pasurinë e njeriu, me mbrojtë mendjen e njeriu. E për me mbrojtë gjakun e njeriu i kanë ndaluar disa sende që mos derdhë gjaku i njeriu padrejtisht. Por me ta mbrojnë nderin tan, i kanë ndaluar disa vepra Allah që mos prekën nderi i njeriu, i një muslimanit. Mos prekët gruaja e tij, vajza e tij, nona e tij, familja e tij, mos prekën deri i tij. E i kanë ndaluar Allah këto që mos arrijë njeriu deri te kushte amoralitet apo te zinaja. Allah xhaleshanu për me jarujt mendjen njeriu i kanë ndaluar disa sene që mos ja prishin mendjen njeriu. Për shembull e kanë ndaluar alkoolin, e kanë ndaluar drogën, e lloj punë tjera e kanë ndaluar që mos ta prishë mendjen tonë. Se mos ta pish alkoolin njeriu se shumë shka shohin në për rrugën, në për vend të ndryshme, shpinë e vesën e gjanë. Shkon hinë të kujshia, se apo të dronë. E Islami për këtë dhe na ka ndaluar dësini që mos na i prishë mendjen tonë. Islami na ka zbrit Kur'anin për me na mbrojt pasurinë tonë. E për me ta mbrojt pasurinë tonë, i ka ndaluar dësina. Ata ka bën haram kamatën, e ka bën haram rishfetin, e ka bën haram vjedhën, mja vjedh dikuj pasurinë. Këtë i ka bën për me mbrojt kanë pasurinë e njeriu, pasurinë e individit. Kushdo le të jetë ai, është pasuria e tij, ti s'guxon me praj kat pasuri, padrejtisht. A është musliman, a nuk ka musliman, ai të punu me një film, një
Zvitron nuk është musliman, e ka miliona, ti zguzon kur gjë me prek atë. Pa lele atë na mor, ç'ke valla po më duhet të shtëpia. Ha se ka kishon. Merr një çikiç, merr një çelës, merr një kujt diçka, merr atë, haj se ki ka shumë nuk mirët vesh. Mirët vesh, nuk mirët vesh. Ai bën dëm në atë kuptimin nëse ja merr një çikiç. Ai nështë se ka gale për një çikiç, ama nuk ka është jote. E sa njerëz, nështë ade janë muslimanë, thonë vetë musliman, punojnë na për firma të mëdha, qoftë zvistrana, po qoftë shqiptar, apo qoftë musliman, çka do në qetë. Ku ta shifsh e kanë mush po drumin me Allah të mor. Për ditë ka një. Apo njaf kanë thënë hajde mos mirë të vesh. S'ki drejta. E Islami na mëson mos me zgat dorën e tjetrit. Mu praktiku Islamin ç'është duhet, mu praktiku Kur'anin ç'është duhet. Shitorës ka nevojë me mshël. Menu alarma kamera se nëse ai i cili ka frikë Allahut nuk e prej. Se ka shumë dallim frika ndaj Allahut dhe frika ndaj ligjit njerëzve. I po të nërë, me kërë nëse s'ka polis, s'ka radar, shkon pak, ati pak ma shpejtaj se së më shë kërkushi. A më kër i kje frikë Allah, a është dikushi, a nuk kanë dikushi, ti nuk e bën atë punë keqe, se e din se Allah qef, ku do që je? Allah e din se qka jetë të bo, Allah të ndëgjon. Dhe me thonë, në shkretin më këtë dikon, nuk je me bo një gjuna pëse, se e din se Allah të shef, Allah të ndëgjon, edhe Allah e din qka jetë të bo. A ligjeve të shtetit, ligjeve të njerëz i kanë vëndu njerëzit, ndonjëherë nëse nuk kanë prezant atë ja që dënon, policia apo radar apo diçka, janë të kuqen, atë janë me vozit 60 vozit 100, hajtë se çeto s'ka radar. E do të thonë muslimon kur e praktikon Kur'anin, edhe ai që e praktikon Kur'anin, edhe me Allah dhe bankën qel, krejt me dine me krejt nuk e prek atë parë, se nuk është e vetja. Edhe me alon shitorën qel, nuk e prejkë se sa është e vetja. Edhe shpijën ti me alon qel me pas are pasuri, nuk hi aj kojshia që praktikon Islamin, nuk hi me të prejkë shpijën tonë. Pse? Sa i ka frikë Allah, nuk i ka frikë që tërkujna. E për këtë mos të kemi frikë, kur e përmendën e me thonë, me praktiku Kur'an, me punu me Kur'an. Sa është për të mirën tonë. Dhe që jetojsh rahat, i lumtur, i kujdesshëm për atë se çka bën dhe çka nuk bën. E për këtë leximi i Kur'anit dhe veprimi sipas tij ka përgazime të mëdha nga Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu prej përgazimeve është namazi i natës. Namazi i natës. Ne fillojmë fal namazin e ditës, që janë sabat, drek, qeni, akşam, yatsi, e të na kalojnë atë namazi i natës. Ama namazi i natës me të vërtetë është një namaz i veçantë, ka shpërblim të madh. Kur mos i të bësh me flet, dikur ka mes natës të dale gjumi e të falesh namaz kur njerëzit shumica janë në gjumë. Kur me miliarda njerëzi janë në gjumë, apo me qindra, me mija tjerë janë të bon gjunohet dikon, e ti qosh të mesh abdes, të drejtosh ka kibla, të fash një drejqat për krijuesin tanë, për Allahun, kjo me të vërtet ka shpërblim të madh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith, në xhenet ka disa dhoma të bukura, që nga jashtë shifët çka ka mrenda, edhe nga mrenda shifët çka ka jashtë. Janë as dhoma të bukura thot në xhenet, që prej jashtë shifët mrenda dhe prej mrenda shifët jashtë. Thot pejgamberi alayhis salam, kur e pyeti njëri tha, për ka janë ato pejgamberi Allahut? Për ka janë këto dhoma? Një prej atij për të cilën është dhoma thot është janë për ata që flasin mirë, ushqejnë të tjerët, agjerojnë dhe falen natën kur njerëzit janë duke fletur. Thot janë për ato që natën falin namaz kur të tjerët janë në gjumë. E për këto janë ato dhoma të përgatitura në xhenet. Prej jashtë shifët çka ka mrenda, prej mrenda shifët jashtë, është e bukura që janë. Pra namazi natës. Namazi natës i cili nuk është obligim e ka çka shpërblim të madh. E imagjino namazi i cili është obligim. Sabahi, dreka, qenia, akşami, yatsia. Këto janë ato fol për namazin i cili nuk është obligim, është vullnetar. Me muqun natë me fal namaz natë. 2 rekat, 4, 6, 8, 10 sa dosh. Çfarë shpërblimi të madh ka? E imagjinoj shpërblimin e namazit i cili është obligim, sabat, drek, qenia, akşam, yatsi. Tot 5 kohë të namazit, me mbledh, me abdes, me namaz, me kret, asgjësore nuk dalin. Asgjësore, mi fal këtë të namazet gjatë ditës nuk dalin asgjësore. E me thonë prap njeriu, me thonë nuk kam kohë me fal namazin, e na po kemi kohë ka 8 orë me punu.
Te turp po guxojmë krijen me çute nat me ngjata apo me pina cigara apo në falni shpejt në WC me dash me shku dush me kërku lije kujt diçka mu arsitu diçish se du me shku me kri nevojë. Për çka me morni në fund mujt me morni rrobë. E nuk po jemi taftë ta gjojmë një kohë për me kri urdhën e Allahut namazin, i cili për të cilin ka premtuar Allahu xhennet, xhennet gjerësira të cilit janë sa gjerësira qive dhe tokës. Ai xhennet i cili është i përgatitur për njerëz që janë të devotshëm që i kanë frikë Allahut, për ato që nojnë ballin e tyre në tokë, mi bën sejdë Allah subhanahu wa taala, shpërblimin më të madh njeriu që mund ta fiton gjatë ditës është falja namazit. Nuk mundet me arrit që shpërblim më të madh se falja namazit. Me dhon, sa me dhon pasuri, miliona me dhon gjatë ditës, nuk mund të arrish shpërblimin e faljes së namazit. E sa njerëz që janë neglizhencë ndaj këtij urdhëri, nuk e fal namazin, thojnë nuk kam kohë. Por ka nuk i kohë për atë i cili krijoi kohën për Allahun. Ai ka kriju kohën. Ai kur të ka obliguar me 5 kohë të namazit, ai e ka ditë se ti mundesh me krito. Pse? Se Allah thënë në Kur'an, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah nuk e obligon njeriu për te mundësive. Në thonë nuk të obligon Allah me diçka që është për te mundësive tua nuk mundesh me bë. Të ka urdhëruar me namazin e sabahit për shembull, namazin e sabahit ka një 5 minuta ti më. I drekës ha një 5 minuta. Haj që 5 kohë namaz, si çoj ka 25 minuta. Edhe pastaj kije 23 orë e gjys, e 35 minuta. I ki për shka? Me punuta, nëse do me punu. E me bon vizita. E mos e pas njëri kohë, me falë namazin, e me thonë nuk kam kohë për atë cili e krijoi kohën. Kjo e ban vetëm ai i cilin nuk mendon pak për malak, nuk mendon për ahiretin e tij. O njëri, një ditë ki me vdek. Një ditë ki me dorëzu shpirtin, dashte apo nuk dashte. Pate pare apo nuk pate pare. Kevi shëndosh apo nuk keje. Keje fuqishëm apo nuk keje. Një ditë dosh me dërzu këtë amanet. Këtë shpirtin është amanet. Ta ka dhënë Allah, një ditë dosh me dërzu. Pa tjetër. Jetos atë jetosh, një ditë ki me vdek. Duje ka ta dush, një ditë ki me vdek. Të bosta të bosh pasuri, një ditë ki me lanë pasuri. Tash Islami nuk na thot ne mos e punu, se me njerëz me njerëz filloj me kritika, po mi bo gjosurina na ken xhami. Vesh namaz urrina. Kena fëmijë, kena faktura, kena kur kush nuk ka të thonë rri gjithë ditën xhami. Kur kush nuk ka të thonë rri vetëm namaz. 24 saat vetëm të u fal. Kri obligime që ki ndaj Allah. Obligime ki namaz sabahit, drekës, iqinis, akşamit, edhe yatsijet. E ndërmjet këtyre namazeve punote kur kush nuk dal. Nëse punon me halal atë që ta ka leju Allahu. Fito miliona, nuk është ndaluar me Islam me fitu miliona, nëse me halal dhe me njerëz, ha. Jo për më da gjithë ore mu bon milioner, si po bon disa, kujti si bon ato me shka bon, por Islami nuk ndalon mu bon të milioner. Aman që dhe nuk, kri urdhërët e Allahut. Kushta mësoj të i këtë aftësien, kushta dha mi bon këto milione, Allahu. Se kishe mujti me qeni paralizum, kishe mujti me qeni sakat, kishe mujti me qeni me të mejta, po mëse pas mundësi me arrit qa qëllimin ta. Kushta mësoj Allahu, po falendroj Allahu me namaz. Bane një punë të mirë për Allahun. Nuk meriton Allahu me akthi nëse krijesa me akthi kështu. Ai na furnizon, na ka dhënë gjitha këto të mira, në fund nuk e falenderojna. Në fund nuk i bojna namaz, nuk i bojna sejdë. Nuk e meriton Allah subhanahu wa taala. Dhe në fund pse ka përgëzime edhe për qira vepra, po sonte është më ligjërata e tretë për mbyllim me këtë. Përgëzim për disa vepra të mira është edhe dashuria për Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ta duash Allahun ka shpërblim të madh, ta duash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka shpërblim të madh. E çka është problemi i dashurisë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Thot pejgamberi alaihi wasallam në një hadith, al-mar'u yawm al-qiyamati ma'a man ahab. Njeriu do të jetë ditën e gjykimit me atë që e don. Do të thonë ka ta dush me atë që qenë ditën e gjykimit. E duaja pejgamberin alayhis salam që të jesh ditën e gjykimit me pejgamberin alayhis salam. Ai cili a lut për neve, ai cili ka qajt për neve, ai cili na ka dashur shumë fort këtu mbetën e tij që Allah ta mbroje nga çdo e keqe. Ai cili në ditën e gjykimit kur ta kalon urën e Siratit, urën mbi xhehenem, pejgamberi alayhis salam i parë e kalon deri në aton. Nuk ka me shkuaj drejt në xhenet, më thon shkova në pështova apo shkoj në xhenet. Anën e tjetër ka me prit umetin e vet. Në qoshën e urës atje,
Ka mu këthi këtu dhe ka me thonë, Sellim ja Rabbi sellim, Sellim ja Rabbi sellim, shpëtoj o Zot, shpëtoj umetin tëm, lutët. Deri sa dali i fundit ta kalon urën mbi xhehenem, pejgamberi alayhis salam ka mu lut për ato. Ai ka dashur këtë umet, ai ka qenë mëshirë për këtë umet. Ai gjithçka që ka bon për Allah subhanahu wa taala, që umeti i tij të udhëzohet, umeti i tij të drejtohet, umeti i tij të shpëtojë ditën e gjykimit. Për hatër të tij, në ditën e gjykimit, umeti Muhammed alayhis salam prej 120 rreshtave, që do të jenë 120 rreshta banor të xhenetit, am këtojnë rreshta, jo si këto rreshtë të xhamisë, në mizon 20-30 vet. Do të thonë rreshtë ditës së gjykimit, prej 120 rreshtave, 80 rreshta janë ummeti Muhammed alayhis salam. Do të thonë shumica banor të xhenetit janë ummeti Muhammed alayhis salam. Ai kur shkojnë me hitet dera xhenetit, kur troken dera xhenetit me lajka, kujdestari i xhenetit ka më thon kush janë? Thotë që Muhamedi. Thotë Zotin jam urdhëruar që askuj mos t'ia hapi derën para teje. Pra teje i parë që të hapësh derën e xhenetit dhe me hinë në xhenet. E tash kush e don Muhamedi alayhis salam, kush ka dashuri të flakt për pejgamberin alayhis salam, a njëri do të qenë ditën e gjykimit pejgamberin alayhis salam. Transmetohet në një hadith që pejgamberi alayhis salam thotë çdo zemër në të cilën e cila zemra përzi me dashurinë time, pra më do mua, në zemër ka dashurinë time, thot Allahu xhalla shanuhu, atrup nuk do ta dënon ditën e gjykimit. Pra, shkak për me shpëtu nga zjarri i xhenemit është dashuria ndaj pejgamberit alayhis salam. Dashuria ndaj Allahut krijuesit, kjo më normal, është ta dush Allahun, s'është krijuesi jo. Am prej krijesave Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pse? Ai të ka mësu si ta edukosh fëmijën tan. Ai të ka eduku si ta respektosh prindin tan. Ai të ka eduku dhe na ka mësu se si do të sillemi me komshin ton, me kojshit. Ai na ka mësu se si do ta respektojmë mysafin. Ai na ka mësu se si do ta respektojmë të vjetrit. Ai na ka mësu se si do ta mëshirojmë të voglit. Ai na ka mësu se si do ta mëshirojmë, të jemi të mëshirshëm kur ta presim edhe një kohë. Edhe kafshën kur ta presh ai të ka mësuar si qesh i mëshirshëm. Ai të ka mësuar se si duhet në rrugë të sillesh, si duhet të sillesh nëpër mezhdise, nëpër neje, e kështu me radhë. Këto ai na ka mësuar. Pse? Ai ka dashur të edukon umetin e tij, ta mveshë me moralin islam. Pejgamberi alayhis salam ka thonë: "Innama ana rahmatun muhda." Thotë unë jam mëshirë e dërguar, dhurat për juve. Edhe prej kësaj mëshirë çka, thotë pejgamberi alayhis salam, unë kam marrë si plotsoj moralet, edukatën, sjelljen e njerëzve që u plotësoj, ti përmbushi, ti mveshi, ti edukoj me çka, me edukatë islame. Para mendoj na nëse jetojmë dhe kemi shembull pejgamberin alayhis salam në çdo hap të jetës tonë. Çfarë njerëz do të kishim dalë? Një prej atyre është pejgamberi alayhis salam, gjithmonë ka nejt i buzëqeshur. Do të thonë kur e ka taku dikon a buzëqesh, me buzëqeshje ka taku, me buzëqeshje andau prej tij. Në përmeshdisë të tij ku ka nejt me shokët e tij, çdo njëri prej atyre ka menduar se Muhamedi alayhis salam mu po mdo më shumë se këtë tjetrin. Çash mirë se asjell me tjetër. Pejgamberi alayhis salam kur e ka përshëndet dikonin për dorë, nuk ja ka lëshu dorën derisa ai tjetër e ka lëshu dorën. Kjo tregon dashuri, ndaj atij personit, respekt atij personit. Pejgamberi alayhis salam kur dikush i mbrapa shpinës e ka thirrë ja Rasulullah, nuk e ka kthy vetëm krin, por e ka kthy komplet trupin, respekt për personin që po më ka drejtu. Ja sikur na dënar më thon, "Abe, çka kije, çka u bë?" Pejgamberi i Allahut, i dashur i Allahut, kur e ka thirrë dikush për mas shpinë me këtë trupin ju ka kthy dhe i ka thon urdhëro. E nëse i praktikojnë në këto se kur bëjmë me fletë, si duhet me ra me fletë, si zgjohen prej xhumit, si dalin prej shtëpie, si të hajna, si të pina, si të rrina nëpër mezhlise, nëpër xhamia, këto na mësojnë edukatën islame, sjelljen e mirë, me të cilën do të jemi të lumtur në dunjë dhe në ahiret. E pejgamberi alayhis salam thot me një hadith se si duhet të jenë raport mes neve, thot muslimani, kush është muslimani i mirë, ai i cili ja do të vëllat të tij, aq që do për veten e tij. E urrejn për vëllain e tij, aq që urrejn për veten e tij. A është kjo e keqja? Ne jemi atë na mungu që kjo. A na mungon? Na mungon me të madhe, për çfarë raportet tona mes veti, nëse s'ka ndaj interes, as nuk njo. Ka të një interes? Ndi dushë ma. A pejgamberi alayhis salam çka ka thonë? S'ka thonë për interesin, ka thonë, t'ja dush vëllain tan musliman, aq që do për veten tënde. Ta urrejsh për vëllain tan musliman, aq që urrej për veten tënde. Nuk i qef me të vjedh, mos i vjedh. Nuk i qef me të rrejt, mos i rrejt tjerë.
Dhe më thotë, çka nuk i qe për vetën tonë, mos e dëshirohet as për vllahun tan musliman. Pra dashuria pejgamberit alayhis salam, për gëzim i madh është se njeriu do të jetë me atë që e don në ditën e gjykimit. Pra nëse e don pejgamberin alayhis salam, do të jesh në ditën e gjykimit me të dashurin e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E lutim Allah subhanahu wa taala që nga këto porosi, nga këto mësime, tash pra ligjërata e tretë është të gjitha këto përgëzime e kanë një mesazh të përbashkët. Vlerësimi moralit të lartë, sakrificës për hir të Allahut dhe sinqeritetin në vepra. Pra, të kemi moral të lartë, të munduam të edukojmë vetë me moral të lartë, të sakrifikojmë për Allah subhanahu wa taala dhe të jemi të sinqertë në veprat tona, e pastaj do të arrijmë këto përgëzime nga Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E lutim Allah subhanahu wa taala që të na bën për ati që bojnë vepra të mira, për ati të cilët janë të lidhur mas ahiretit dhe shpesh e kujtojnë vdekjen, edhe përgatiten për vdekjen, e kur përgatitet njeriu për vdekjen, çka bën? I del një punë e keqe përpara nuk e bën, se ka me vdek. I vjen ngoj një fjalë me alshu aty vëllai tem një fjalë tronta të çes për tokë, ja s'po ja them se ka me vdek. Vjen një punë e mirë i del përpara, ta bën këtë punë e mirë se ka me vdek, kam nevojë për ta. E kështu ne bëhesh musliman i mirë, sa më shumë ta kujtosh vdekjen dhe kur e çon mendjes se ki me vdek, nuk i bën punë tek këshia. Ama kur ta harrosh vdekjen, kur ta harrosh se ki me dhon llogari, kur ta harrosh se ki e murin gjallë, atëherë çka të vjen përpara, këtë kimi bën. E lutem Allah subhanahu wa taala që na mëshiron mbi tokë, ndër tokë dhe në ditën e gjykimit. E lutem Allah subhanahu wa taala që të bëjmë vepra të mira për hir të Allahut, për Allah subhanahu wa taala, të jemi të sinqertë në fjalët tona, në veprat tona, në zemrat tona dhe në gjithçka të jemi të sinqertë dhe të bëjmë vetëm për Allah subhanahu wa taala, sepse kur i bën sejnet për Allah, je i qetë në jetë. A nëse i bën për njerëzit, kur nuk bëhesh rahat. Pse se një ditë mos më thon faleminderit, han tan natën ajo. Një javë mos më thirr dikush që ja ki bën një të mirë, tan javë ka me të hangër diçka në zemër. Unë ja bëna të mira se më thirr në telefon. A kur i bën për Allah, si thonë të na shtemon kapuçin edhe merr flenik naço. Pse? Pse ki bën për Allah që i me gjithë ditën e gjykimit. E mos prit për njerëzit të falenderojnë, por kri punë për Allah edhe gjon shpërblim ditën e gjykimit dhe në fund e lutem Allahun kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah, walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.